Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 3 mënyra si t'i përdorni hithrat kundër dhimbjeve të artritit dhe diabetit. Fali hithrës, trupi thith glukozën më ngadalë, duke parandaluar kështu rritjen e papritur të sheqerit në gjak. Hithra, ndër të tjera, siguron lehtësime të mëdha për diabetin, artritin reumatoid dhe rinititin alergjik, të cilat janë edhe disa nga problemet më të përhapura të shekullit 21. Merrni me kujdes këtë bimë unike, shumë medicinale me doreza dhe ka një shans për të lehtësuar dieta problematika. Kërkimet kanë zbuluar se hithra ndihmon në uljen e niveleve të glukozës, kështu që mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Substancat medicinale të pranishme të hithra stimulojnë pankreasin për të lëshuar insulin. Në të njëjtën kohë, këto pengojnë veprimin e alfa-glukozideve, enzima përgjegjëse për prishjen e karbohidrateve. Fal kësaj, trupi thith glukozën më ngadalë, duke parandaluar kështu edhe rritjen e papritur që mund të ketë sheqeri në gjakun tuaj. Çdo mëngjes, shtrydhni lëngun e gjetheve të freskëta të hithrës në një shtrydhse frutash. Pini këtë lëng të përzier me ujë, 15 ml lëng në gjysmë gote ujë. Kështu do të merrni lehtësime të duhura edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit, citojnë ekspertët. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga artriti. Hithra zvogëlon proceset inflamatore në trup, kështu që mund të lehtësojë problemet e shkaktuar nga artriti reumatoid. Gjethet e saj kanë efekte të dobishme të artritit dhe kjo bimë e fuqishme funksionon duke penguar elasticitetin e leukocideve, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në procesin inflamator të trupit. A i dini se në kohët antike romake, metoda e fishkëllimit të lëkurës me hitër është të përdorur për të ndihmuar në reumatizmin kronik. Tingëllon mahnitse, por në të vërtetë ndihmon. Bëhet fjala për të ashtu quajturën urtikare, masazhi i tepërt me hitër në mënyrë që të stimuloni qarkullimin. Vendosja e hithrës së freskët në vendin ku keni dhimbje lehtëson simptomat dhe problemet e artritit dhe sciatikut. Kur gjethet bie në kontakt me lëkurën, ato ndihmojnë në prodhimin e histaminës dhe serotoninës në trup, të cilat lehtësojnë dhimbjet. Nëse jeni të tmerruar nga fishkëllimi i hithrës, mos nguroni t'i konsumoni në formë çaji, i cili ndihmon në eliminimin e acidit urik dhe natriumin nga trupi dhe lehtësimin e problemeve të shkaktuar nga përdesi, reumatizma dhe artriti. Hidhni 2 lugë çaj hitër të thatë në një filxhan me ujë të nxehtë. E lini të qëndrojë për 10 minuta dhe më pas e kulloni. Pini një filxhan nga ky çaj 2 ose 3 herë në ditë. Rinititi alergjik gjithashtu mund të mbahet nën kontroll me hithra. Rinititi alergjik është një inflamacion i mukozës së hundës që rezulton në dështitje dhe kruajtje. Për shkak të rinititit, sot një numër i madh i rritjeve të problemeve të shëndetit adresohen tek mjeku. Po ashtu si me alergji të tjera, çaji i zakonshëm i hithrës ndihmon në rinititin alergjik. Në një studim sipas WebMed, rreth 57% e personave thanë se hithra lehtëson dhe simptomat e tyre alergjike dhe 47% e tyre konfirmuan se ajo i ndihmonte më shumë se sa ilaçet tradicionale. Gjatë sezonit të alergjive, pini 2 ose 3 filxhan çaj hithre të freskët çdo javë. Kështu do të merrni edhe përfitimet që kjo bimë ka në dobi të organizmit tuaj. Gjithashtu, hithra, falë vlerave diuretike, është të përdorur në trajtimin e problemeve të veshkave dhe të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta të organizmit që prodhon, duke lëshuar kështu funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret gjithashtu edhe si një trajtim kundër problemeve të artritit, duke siguruar sipas ekspertëve të The Arthritis Research se ajo mund të ofrojë shumë përfitime. Dr. Colin Radner tregoi se hithra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës së hithrës të shtypur, dhimbja e kockave u qetësua ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë gjithë trajtimit një javor. Po përse funksionon hithra kundër shqetësimeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuajnë nga artriti qetësohen në sajtë e përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës.
Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilat dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur ithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose çajit, u vure se arrinte të paksonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkatruar edhe inflamacionet dhe dhimbjet. Por si ta konsumoni hithrën për të lehtësuar shkaqjet e artritit? Metoda e parë e lehtësimit është ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pastë me gjethe hithre të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethe të njoma të hithrës me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani atë për rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni se lëkura juaj reagon ndaj trajtimeve, mund të provoni edhe metoda të tjera. Mjafton që të pini një lugë gjedhe me lëng hithre të njom 3 herë në ditë për 15 ditë dhe do të shikoni ndryshime të plota. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hithra të njoma, po ashtu dhe të thata, ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuar nga artriti. E konsumoni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë, por edhe nëse ju vuani nga artriti është më mirë që ta përfshini në regjimin ushqimor hithrën duke e përdorur edhe në gatime. Ajo përmban flavonoide, vitaminën A dhe enzima antiinflamatore që shërbejnë në përmirëqenien e organizmit me lehtësimin e këtyre problematikave. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive, citon Brightside. Ajo që duhet të dimi është se në luftën kundër alergjive të gjitha produktet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore kur përdoret si duhet, por mund të japë shumë përfitime. Hithra është një bimë premtuese në lehtësimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra mund të përdoret për të luftuar zbokthjen dhe për të hequr yndyrën e tepërt nga floku. Gjithashtu, hithra mund të përdoret në mënyra në aspekte të ndryshme, duke ditur edhe rëndësinë e saj ushqyese, do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet në dobi të organizmit. Hithra është një barishtë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Lëngu i hithrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumatorë. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm, plot me vlera, sepse arrin të ulë dhimbjet, të qetësojë alergjitë, të përmirësojë sistemin imun dhe të mbrojë shëndetin e zemrës. Po ashtu ai përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shërben kundër problemeve të lëkurës. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është Urtica dioica. Për mira vite me radhë, hithra është të përdorur gjërësisht jo vetëm si burim ushqimor i fibrave, por edhe për mjekësinë bimore. Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini se ajo është e pasur me proteinë, njësoj si spinaçi. Hithra mund të thahet dhe të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hithrës përdoren kryesisht në përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium, magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës, që është gjithashtu shumë i kërkuar në mbar botën. Disa nga vlerat befasuese të hithrës do t'i rendisim në këtë video sipas WebMed. Vlerat më premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike që ndihmon në stimulimin e urinimit të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurve në veshka. Sistemi imunitar do të përmirësohet me lëngun e hithrës. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden të çaji i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar, citon WebMed. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.